Përfaqësues të Kongresit Botror Hebre shohin Shqipërinë si një vend të mirë për të investuar. Në kuadër të kësaj nisme është organizuar një konferencë në ambientet e Sheraton me përfaqësues të bizneseve të huaja me kapacitet investimi në Shqipëri dhe përfaqësues të kabinetit të qeverisë Rama, ku është bërë prezantimi të gjitha arritjeve, por edhe të mundësive që ofron Shqipëria për investitorët. Në fjalën e tij, ministri i Bujqësisë Edmond Panariti theksoi se sektori i agrikulturës është rritur me 4% më shumë krahasuar me një vit më parë, duke patur parasysh edhe krizën europiane, dhe ju bëri thirrje investitorëve të huaj që ta shikojnë Shqipërinë si një mundësi. Sipas një studimi të bërë pak muaj më parë, sektori me rritjen më të shpejtë në Shqipëri sipas statistikave është ai i prodhimit të perimeve dhe frutave. Ne jemi një vend i bekuar. Sipas statistikave rinditemi të dytët në Europë pas Norvegjisë për burimet ujore më të mëdha për qytet, gjë që është shumë e rëndësishme për sektorin e agrikulturës. Bimët aromatike e mjekësore janë një investim shumë i mirë pasi rreth 70% të tregut amerikan e furnizon Shqipëria. Duam që të zhvillojmë vendin ndaj jemi të hapur për investitorët e huaj, që të zhvillojmë tokat për prodhimin e perimeve apo sektorëve të tjerë. Përfaqësuesit e bizneseve të huaja e shikojnë Shqipërinë si një vend potencial për investimet e tyre. Përfaqësuesi i Bankës Tregtare në Ukrainë thotë se Shqipëria është një vend në zhvillim e sipër, por ka edhe shumë resurse dhe ne besojmë se do të kemi mundësi bashkëpunimi. Ndërsa përfaqësuesi një grupi investitorësh që punojnë në resurset natyrore si gazi dhe nafta, agrikultura, ndërtimi apo dhe turizmi shprehet se Shqipëria ka shumë mundësi për të bashkëpunuar dhe besoj se në të gjitha fushat ka nevojë për investim. Pozita juaj gjeografike, por edhe marrëdhëniet e mira që keni me Izraelin dhe SBA-t janë tregues të mirë për të kryer investime në Shqipëri. Shqipëria vazhdon të tërheqë interesin e investitorëve të huaj në fusha të ndryshme, si për faktin se është vend në zhvillim, ashtu edhe për pozitën gjeografike të saj.